Që ka thonë Allah subhanahu wa ta'ala? La ikrahe fi din. Nuk ka imponim, nuk ka detyrim, nuk ka të themi dhun në fe. Është sharuar rruga e drejt nga rruga e gabuar. Kush do le të besoj, kush do le të mohoj. Ky është themeli vllazni. Suratul Bekara, ajeti 256 pas ajetul Kursis. Islami vllazni nuk thot detyroj njërin me besu. Nuk është feja jonë kështu. Para do dite, na e bëm një video me Hoxhën Adem Avdiu Allah e ruaj për masakrën që e kanë bërë në Baranin e Epërm. Kush e kanë bërë këtë masakër? E kanë bërë të krishterët ortodoks që me dhun janë munduar m'ia imponu fen ortodokse. Dhe ata nuk e kanë pranuar. Në Islam dhuna për me pranu Islamin nuk lejohet. Duhet me bë dallimin mes luftës dhe mes pranimit të Islamit. Detyroj njeriu të besoj nuk thuhet, por themi nuk ka imponim në fe. Pse? Sepse besimi i vërtet është besim apo çështje e bindjes. Ti du të mu bind vllai jem që Islami është e vërteta. Nuk do me thonë, mi thonë, shpaten me marë, edhe në kokë mja vendos edhe me i thonë, o pranoje Islamin, o të mbyta. Jo, kjo nuk pranohet tek Allah subhanahu wa taala. Kjo s'pranohet. Sepse Islami e ka bindjen, ti du të bindesh që Allah ekziston, që të gjithë pejgamberët du t'i besosh, dhe pejgamberin e fundit zbashku me librin e tij që është zbritur nga Allah subhanahu wa taala ta besosh. Momentin kur ti bindesh, pastaj shpreh me gjuhë këtë shahadet. Dhe pas shahadetit i bën veprat që bie në urdhrat që ka urdhëruar Allah subhanahu wa taala. Bukur. Nëse një person e shpreh shahadetin me gjuhë, por me bindje nuk e don fen Allah subhanahu wa taala, ky person çka është? Tek Allah subhanahu është munafik. Nuk i pranohet tek Allah. A e shihni që nëse eventualisht dikush vendos me dhun dikonin me e fut në Islam, ti personit që e ka pranuar nga dhuna nuk i pranohet tek Allah subhanahu wa taala, sepse ai kufrin e ka në zemër. Ai e beson një fe tjetër pos fesë Allah subhanahu wa taala.